Shkollor gjatë këtyre viteve të okupimit është zgjeruar edhe në komunën e Malishevës. Janë ndërtuar shkollat e reja në Bubavec, Caraduk, Goriç, Gullbos. Janë zgjeruar lokale shkollore dhe janë mermetuar në Mleqan, Senik, Astrazuk. Ndërsa gjatë këtij viti në ndërtim e sipër janë shkollat në Marali, Mirush, Damanek. Vetëm në Damanek, vlera e objektit që është kontraktuar me një firmë private ka shumën 160.000 marka gjermane. Shuma e të gjitha objekteve së bashku që u ndërtuan edhe u mermetuan gjatë këtyre viteve te i kalon shumën e 600.000 markave. Janë të jetë keqe të lokalit shkollore në të cilën edhe po e shohim, banorët e fshatrave Damanek, Bubël dhe Qypev arritën që ta marrin një aksion, i cili aksion u përkrar nga të gjithë për ndërtimin e këtij objekti të ri shkollor, i cili do t'i plotësonte në të ardhmen kushtet për zhvillimin e mësimit normal. Në këtë kohë të vështirë, kur dhuna dhe pushteti serb po bën çmos për të ndaluar shkollën shqipe, por vetëm me angazhim të plot arrim që ta mundim dhe të mbijetoj shkolla shqipe. Iniciativa për ndërtimin e kësaj shkolle në rend të parë ka lindën prej një bashkëfatorit tonit Bibi Bublit Ram Rahmanaj, i cili iniciativë të parën e ka nisë qysh me punëtorët në Sloveni atje, ty të bu ata punëmarrësit. Edhe kështu që në fund misi ka bisedua, ka orë në konkludim që të mirët kjo iniciativë, ka orë dhe ka bashkëpunu edhe me fshata që jenë për rreth këtu, sidomos me Damanek, Qypev, ndej se Bubël kështu. Një ndër ta është edhe për ta falenderu, jo vetëm në emën të shkollës të e pa, ndoshta edhe pa më objektin çfarë kushtet vështira kemi punu deri me tani, të e falenderu Ram Rahmanaj, i cili në rend parë si nismetar veç i ka të bu vetën shdeklaru edhe ka qitë një dikor rreth 25.000 marka. Objektin të cilin e kem, pra pakton është një objekt bukur i madh, diko me gjatësi rreth 37 metra edhe 16 metra gjatësi. Do të 8 klasë janë mësimi, një sala arsimtarëve, një drejtorit, edhe plus hymjet veçantë, po edhe ambulanta e cila do të funksionojë këtu në këtë rrethinën tonë. Aty pa kushtet e vështira dhe morëm këtë aksion me bashkë vendastë mi, aty në Gërbet ku punojmë, në Sloveni. Ashtu dhe fshati këtu në ka kuptu dhe kemi marrë aksionin të ndërtojmë këtë objekt. Megjithëse që e përshihni edhe vetë, deri ku kemi mbërri, jemi të besueshëm se do ta kryejmë ata fatin të cili dëshirojmë. Na kemi fatin dikun që aty ka i pari të 19 muaj, që të ku fillojnë të punojnë shkollat, dhe besoj që do të arritëm këtë dëshirë. Në fund të fshatit në Rëntin, shkolla ime Drizorin, pandër prej po qanë me lot, kërkon tim për nuk gjendot, vetëm murat kam biko, laka gati është në rat, patritare edhe djur, pishet e ekraja kam thyrë. Edhe anadrinasit, duke ja ditur rëndësinë shkollimit, po organizohen dhe me mjeteve tanake po ngrisin shkollat të reja për fëmijët e tyre. Banorët e fshatit, pas tasel të Rahovecit, me ndihmën e bashkëfshatarëve të tyre që punojnë në shtetet evropiane, përfunduan ndërtimin e objektit të ri shkollor. Mirë po, ata presin ndihmën e Këshillit Komunal dhe të atij qendror për financim të Kosovës për sigurimin e një pjesë të inventarit themelor për mësim. Për ndërtimin e kësaj shkolle kanë angazhu mas pari Gërbetxhit atje shkajon sa i përket shkollëve. Kush akon Zvicër ka qitë 1.000 franga zvistrane, kush akon Gjermani ka 1.000 marka gjermane. Ashtu të si janë kon ata azilant 500 marka, çdo joni i ka kryo obligimet. Gjithë që kjo dikun e ka kashtuar rreth 100.000 markëve.
Punë drejtimore, kush e ka kryer? Punë drejtimore e kemi kryer na vetë, fshati vetë. Aty këtu kena marrë nihme pa ato me pagesë, janë konë kryesore fuqi punëtore kanë dhënë krejt fshati. Shkolla fillore e posa ndërtuar në Pustasel ka filluar ndërtimin që nga shtatori i vitit të kaluar, i vitit 1996 dhe tash është në përfundim e sipër të ndërtimit. Në këtë shkollë gravitojnë 250 nxënës. Posë kësaj shkollës, këtu graviton edhe paralelja e Koznikut. Ky objekt ka 10 dhoma mësimi dhe ka 2 salla. Në këtë objekt po ashtu është planifikuar të marrohet edhe një ambulancë e cila do të shërben për nevojat e shkollës dhe për nevojat e fshatit. Marrëm Bekteshin në qytetit, kemi fillu në maj të këtij viti dhe siç po e shihni, punët janë duke shkuar mbarë dhe mirë. Shkolla ndërtohet me vetë kontribut të fshatarëve, kurse pjesën ndërmuese të hollave të bëhen nga punëtorët të cilët punojnë në botën e jashtë. Shkolla do të ketë një kapacitet për 12 klasëve, do të thotë është 2 katëshe, dhe punët i kryen një punëmarrës privat, tek i cili jemi duke vërejtur se punët po shkojnë në rregull dhe mbar. Kështu që mund të them, duhet ju falenderojmë një herë pjesëmarrësve që kemi filluar këtë aksion me rëndësi, por njëkohësisht duhet ju falenderojmë edhe punëtorëve që punojnë në botën e jashtme të fshatit Hoxha të qytetit, të cilët kanë marrë këtë barë dhe aksion për kryerjen e këtij objekti shumë me rëndësi dhe shumë të nevojshëm për nxënësit e fshatit Hoxha të qytetit. Janë të para diku nga 340.000 dëmë, diku ka 260.000 marka janë të buara këtu në Hoxha të qytetit, po ashtu edhe tek punëtorët që punojnë në botën e jashtë. Por pretni që ta shonin përdorim këtë objekt? Objekti duhet të lëshohet në përdorim diku në fillim të shtatorit. Prandaj dhe shpresojmë se do të jetë gati në muajin shtator që të startojmë me mësim në shkollën e re, në objektin e ri. Në territorin e komunës e Istogut, me vetë kontribut të qytetarëve, edhe pse në gjendje të vështirë materiale, ishte interesim i madh për ndërtimin e objekteve shkollore, shtëpi shkollë, sidomos në objektet të gjimnazit Haxhi Zeka, ku mësojnë edhe nxënës të shkollës mesme teknike dhe me vetë kontribut janë ndërtuar shumë objekte civile. Është ndërtuar punkti i shkollës fillore Martin Cama në Gjerakovc në fshatin Tomac, objekt që ka kushtuar 40.000 marka gjermane. Gjithashtu, po në këtë fshat është ndërtuar edhe punkti i shkollës mesme gjimnazi, që ka kushtuar 6.000 marka gjermane. Punkti në shkollën e mesme në Saradan, 10.000 marka gjermane, në Istog 8.000 marka gjermane, dhe me remetimi i objektit shkollës fillore Bajram Curi në Istog në shumë prej 13.000 markash gjermane. Vlen të theksohet se këtë ndihmesë financiare e kanë dhënë qytetarët e komunës së Istogut me vetë kontribut, po kontribut të madh dhe interesim të madh ka pasur edhe nga punëtorët e punësuar në botën e jashtme. Po kështu u remetua edhe objekti gjithsesi punkti në fshatin Studenic, mjete financiare prej 6.000 markash gjermane me vetë kontribut të qytetarëve, po edhe në punktin e Rakoshit gjithashtu janë dhënë mjete të caktuara për ndërtimin e këtij punkti. Për çdo vit, qytetarët me vetë kontribut
i ndihmojnë për remetimin e objekteve shkollore dhe furnizimin e shkollave me lëndjekse dhe mjete tjera sanitare. Ndihmes financiare kanë dhënë edhe Këshilli Qendror për Financim i Republikës së Kosovës në shumë prej 6.000 markash. Drenicasit nuk njihen vetëm për trimëri, por edhe si dietarë të cilët dinë të çmojnë rolin e shkollimit. Banorët e fshatrave dhe saj në bashkëpunim me subjektet arsimore e të tjera të kësaj treve në këto kohë të vështira nuk po kursejnë për të përmirësuar kushtet e mësimit të voglushve Drenicas. Shkolla fillore që është ndërtuar në fshatin Kriko Damanek, lokali i ri, përmban sipërfaqen prej 1146 metra katror. Kjo shkollë ka në 13 dhoma të mësimit në sallë të arsimtarëve dhe 11 dhoma ndihmëse për kabinete për lanë të ndryshme. E tërë kjo punë që është bërë këtu është bërë me vullnetin e popullit të 2 fshatrave dhe me iniciativën e tyre, të cilët e kanë dhënë kontributin maksimal, prandaj është për lavdat se për një kohë shumë të shkurt është ndërtuar e tërë ky lokal i ri që është një dhuratë fort e mirë për këtë trevë. Ky objekt deri me tani në vlera materiale që është hyrë këtu është rreth 100.000 marka. 2/3 e shumës është grumbulluar nga 2 fshatrat, Krojkov dhe Domanek, ndërsa 1/3 është nga institucionet tona, Këshilli Qendror për Financim dhe Këshilli Komunal për Financim, si edhe shkollat e trevës së komunës Llogosit, po ashtu kanë kontribuar edhe mërgjimtarët tanë. Vlen të përmendet shoqata Drenica në Meselinë e Bern, bashkëdhetarët tanë që punojnë përkohësisht në Cele dhe mërgjimtarët tanë në Australi, të cilët e kanë dhënë shumë të konsiderueshme për këtë lokal shkollor. Po iniciativën e kemi marrë veç në vjesht, kështu që kemi bërë para përgatitje, në pranverë veç gati u përgatitëm ja fillume. Para 10 dite e fillume dhe praktikisht punën në këtë objekt shkollor. Nevoja ishte tepër e madhe, sepse kushtet për mësim janë tepër të pavëlitshme. Kështu që lokali vjetër as parafërsisht nuk i plotson të kushtet dhe fshatarët e panë, ata të arsyeshëm e panë të nevojshme që ta ndërtojnë një lokal, këtë aneks pra, dhe këtë puna bëhet në mënyrë vullnetare edhe mjetet këtu financiare. Fshatarët e 2 fshatrave këtu bëjnë pjesë. Këtu janë 2 fshatra, Negrovci edhe Vuçaku. Të 2 fshatrat kanë rënë dakord. Sa mjete financiare keni grumbulluar deri tani? Po deri tani kemi grumbulluar afër 12.000 marka gjermane, a gjithsej kemi nda 54.000 marka për këtë aneks shkollor. Sa dhoma do të ketë? Dhoma për katin e parë do t'i ketë 4 dhoma mësimi edhe një objekt, një nyje sanitare. Edhe në mjediset e tjera mbretëron atmosferën një mendpune për ngritjen e objekteve moderne shkollore. Në Grejkovës të Suarekës, Lugagjit e Lipjanit, Glogjan të Deçanit dhe në Ramjan të Vitis, Begunc, Gremov, Trstenik e fshatrat të tjera dhe kësaj komune, në Topanice, Karaçev të Kamenicës, kanë vënë 7 shkolla të reja për voglush të këtyre anëve. Kohë më parë, filloi ndërtimi edhe i objektit të ri shkollor në fshatin Hade të Obiliqit, Vllahi të Shalës Bajgorës, Majac, Dumosh e Sekeraq të Llapit. Siç po shihet, pra, ky është objekti i cili kemi filluar në vitin 1994 me ndërtuar. Ty po të arsyeshme që fshati jon ka nevojë për një objekt të tillë dhe ty marrë parasysh që nxënësit e këtij fshati kanë qarkulluar në shkollën e Glavnikut, e cila gjinet larg prej këtu afër 3 kilometra, dhe ty marrë parasysh rrezikun i cili ka qenë permanent për çdo vjet në magjistralin Prishtinë-Nish, e cila rrugë gati për çdo vit e ka lënduar në nxënës ose ka pas edhe të mytur. Atëherë fshati mori iniciativë për ndërtimin e këtij objekti këtu. Mjetet kryesisht janë grumbulluar prej fshatit këtu. Shumica janë dërguar prej shteteve të jashtme, prej Gjermanisë kryesisht. Ata krejt janë banorë të këtij fshati. Kryesisht janë 3, të cilët janë organizuar shumë mirë dhe deri më tani kanë dërguar afër 60.000 marka gjermane.
kurse në angazhim kanë hy afër 90.000 marka, e pjesa tjetër pra afër 30.000 marka janë grumbulluar këtu prej katunarëve të këtij fshatit. Tani kemi bërë lokal mjaft dhe ka sipërfaqe prapërsisht 800 metra katror. Nëse hasim në mirë kuptim ose nëse na ndihmojnë pak, ose angazhohemi edhe vetë pak më shumë, edhe na ndihmon dikush, atëherë katin e parë mendojmë ta rregullojmë si vjet, kurse në alt le të jetë brenda mundësive kur të kemë mundësi me ndërtuar. Për ngritjen, meremetimin dhe pajisjen e shumë shkollave në lokalitetet të ndryshme të Republikës Kosovës, padyshim përveç mjeteve financiare dhe punës vullnetare qytetarëve, sidomos të bashkëkombësve tanë me punë qendrim përkohshëm në perëndim, ndihmë konkrete ka dhënë edhe Këshilli Qendror për Financimin i Kosovës dhe disa asociacione humanitare ndërkombëtare, sidomos nga Norvegjia, Anglia dhe shtetet e tjera evropiane. Edhe në këtë kohë të vështirë të kushteve në cilat jeton materiale dhe sociale popullsia e Kosovës, nuk ka pushu aktiviteti në ngritjen e objekteve të reja, në rekonstruimin e atyre të vjetruara, apo në pajisjen e objekteve me inventar dhe nevoja tjera për mjetet konkretizimit. Brenda kësaj periudhe janë ndërtu më tepër se 60 shkolla e tash gjenden në fazën e ndërtimit ose përfundimit masa 10 shkolla në tërë Kosovën. Këshilli i Financimit në këtë drejtim ka bërë drejt për drejt angazhim në pjesëmarrjen, ashtu të them, simbolike në financimin e shkollave, por bashkë me këshillat komunale të financimit dhe të arsimit ka marrë pjesë me Këshillin e Prindve në organizimin e punëve rreth ngritjes së objekteve të reja shkollore, përkatësisht pajisje të tyre me inventar dhe mjete konkrete të konkretizimit. Këshilli Qendror i Financimit për çdo vjet ndan diç mbi 100.000 mark gjermane për nevojat e investimit në objekte shkollore. Qërën ku do të bështi. Ty a qësë ta pushka tyri, as kjo fen, as kjo kuj, me të funë më frimnore për e qërën dhe të. Pra populli ynë, me gjithë përplasjet e tij dhe problemet e shumta ekzistenciale, duke ja ditur për herën si në arsimit, edhe në këto rrethana nuk po kursen asgjë.